Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë të nxit të marrësh iniciativa dhe mos i shtysh vendime të rëndësishme. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, ndërsa në jetën personale komunikimi i sinqert do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keq kuptimi. Në aspektin financiar tregoji kujdesshëm me shpenzimet e paplanifikuara. Demi. 23 korriku sjell stabilitet dhe qartësi në çështjet praktike. Do të ndihesh më i sigurt në vendimet që lidhen me punën dhe financat. Në dashuri një bisedë e hapur mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante në një ambient të zakonshëm. Binjakët. Dita favorizon komunikimin, negociatat dhe takimet e rëndësishme. Idetë tua do të vlerësohen dhe mund të marrësh mbështetje nga persona me ndikim. Në jetën sentimentale shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund t'i mbash. Financat mbeten të qëndrueshme, por është mirë të mendosh për kursime afatgjata. Gaforia. Do të ndihesh më emocional se zakonisht, por kjo do të ndihmojë të kuptosh më mirë nevojat e tua dhe të njerëzve që ke pranë. Në punë mund të marrësh një lajm pozitiv ose një vlerësim për përkushtimin tënd. Në dashuri mbizotron ngrohtësia dhe mirë kuptimi. Kujdes me lodhjen, mos e mbi ngarko veten. Luani. Energjia dhe vetbesimi do të jenë armët e tua më të forta gjatë kësaj dite. Është momenti i mirë për të nisur projekte të reja ose për të marrë drejtimin në një situatë të rëndësishme. Në marrëdhëniet personale do të tërheqësh vëmendje me karizmën tënde. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë. Virgjëresha. Kjo është një ditë e favorshme për organizim dhe përfundimin e detyrave të mbetura pezull, por kushtimi yt do të japë rezultate konkrete. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të forcojnë marrëdhëniet. Beqarët mund të kenë një takim që lind nga rreti i punës ose i miqve. Kujdesu për ritmin e jetës dhe mos harro të pushosh. Peshorja. Balanca do të jetë fjala kyçe kësaj dite. Do të arrish të gjesh zgjidhje të drejta në situata që kanë kërkuar kompromis. Në punë mund të lindë një bashkëpunim i dobishëm, ndërsa në dashuri atmosfera bëhet më romantike. Financat janë të qëndrueshme, por shmang investimet e nxituara. Akrepi. Intuita do të jetë shumë e fortë dhe do të ndihmojë të kuptosh situata që të tjerët nuk i vënë re. Në punë mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të largojë çdo dyshim. Kujdes me stresin dhe gjej kohë për relaks. Shigjetari. Optimizmi dhe dëshira për përvoja të reja do të dominojë këtë të enjte. Mund të marrësh një ftesë interesante ose të planifikosh një udhëtim. Në punë do të kesh mundësi të zgjerosh njohuritë ose kontaktet profesionale. Në dashuri spontaniteti do ta bëjë marrëdhënien më të gjallë. Britsjapi. Përgjegjësitë do të jenë të shumta, por do të arrish të menaxhosh me sukses, fal disiplinës tënde. Një çështje profesionale mund të marrë drejtimin që ke pritur prej kohësh. Në familje do të ketë më shumë mirëkuptim. Financat paraqiten të qëndrueshme dhe mund të mendosh për plane afatgjata. Ujori. Kreativiteti dhe idetë origjinale do të ndihmojnë të dallohesh. Në punë mos hezito të shprehësh mendimet e tua sepse mund të gjesh mbështetje. Në dashuri dita favorizon bisedat e sinqerta dhe afrimin emocional. Një mik mund të japë një këshill të vlefshme. Kujdes me lodhjen mendore. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë në nivel të lartë. Kjo është një ditë e mirë për të zgjidhur çështje personale dhe për të lënë pas keq kuptimet. Në punë mund të marrësh një lajm që të motivon për hapa të rinj. Në dashuri mbizotron qetësia dhe afërsia emocionale. Në aspektin financiar vepro me maturi dhe shmang rreziqet e panevojshme. Horoskopi në Top Albania Radio.